Të na është trend ajo blerja e syzeve të lira, me qenë se menion e arsytoj për shkak standardit ult që ka popullata, një pjesë e madhe, mirë po menion tjetër nuk i arsytoj njerëz që i kanë mundësit materiale edhe shkojnë marrin asaj syze për shkak neglizhencës vetë që e bojnë. Se gjithë botën shiten ato syze. Ne kem rastin kur na vinë edhe thotë jo mu prej Zvicrës mi kanë pru, nuk janë këto kësi. Po gjithë bota e ka syzat kineze që shiten. Te ne shiten 2 euro se jemi më të barfën. Po në Zvicër shkon 30 euro, 50 euro se i kanë standard tjetër. Ti mos mendo që është diçka më e mirë. Ato janë blehen gjithkund si momenti yt që e tregon që i ke harru ose tu kanë ty në moment, edhe duhesh diçka me bë pas syzes mundesh. Edhe zgjidh problemin, ose del me udhtu, i ke harru syzet, i vën syzet lexon rrugës. Mirë po jo me majt me vitet tona ato. Se unë gjithmonë them, aq sa kushtojnë, aq që kanë vlerën. Po zgjidh problem. Për zgjidhjet një kohë të shkurt bën. Se kvaliteti i gjamit dihet çfarë është ai derisa kushton çaq. Mandej kornizat janë shumë të egra, neve na bien shpesh thotë jo unë po du me çta temën, po nuk bën se na ndodh që ato thehen gjatë punimit. Se ajo duket njëjtë, plastik, po nuk e ka elasticiteti, nuk i ka ato. Domethënë që kështu janë zgjidhje momentale, po jo zgjidhje të vazhdueshme.